Shtetet e Bashkuara dhe Irani mund të jenë pranë arritjes së një marrëveshjeje historike që do të japë fund tensioneve të muajve të fundit dhe do të lejojë rihapjen e ngushticës së Hormuzit, një nga korridoret më të rëndësishme energjetike në botë. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi të njëjtën se një marrëveshje paqeje mund të nënshkruhet që këtë fundjavë, duke shtuar se dokumentet përfundimtare pritet të mbyllen brenda pak ditësh. Ne sapo kemi arritur një zgjidhje të shkëlqyer për luftën me Iranin dhe, nëse finalizohen dokumentet, mund të kemi një nënshkrim shumë shpejt, ndoshta në Evropë, tha Trump nga shtëpia e bardhë. I pyetur nëse udhëheqësi suprem i Iranit e ka miratuar marrëveshjen, Trump u përgjigj se, sipas informacioneve që ka marrë, përgjigja është pozitive. Megjithatë, autoritetet iraniane kanë treguar më shumë kujdes. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Ismail Bagei tha se pjesa më e madhe e tekstit të marrëveshjes është përfunduar, por theksoi se Teherani nuk do të tërhiqet nga kërkesat e tij kryesore. Sipas Iranit, ndër kushtet kryesore janë heqja e sanksioneve ndërkombëtare, zhbllokimi i miliardëve dollarëve të aseteve të ngrira dhe njohja e kontrollit iranian mbi ngushticën e Hormuzit. Lajmi për përparimin e negociatave ndikoi menjëherë në tregjet ndërkombëtare, me çmimin e naftës që ra në rreth $89 për fuqi, pasi investitorët reduktuan frikën për një përshkallëzim të mëtejshëm ushtarak. Bisedimet vijnë pas një periudhe tensionesh të forta, ku një helikopter amerikan Apache u rrëzua pranë ngushticës së Hormuzit, duke nxitur sulme të reja amerikane ndaj objektivave iraniane. Teherani u kundërpërgjigj me raketa dhe dron ndaj bazave amerikane në rajon. Trump ka deklaruar se çdo marrëveshje duhet të garantojë që Irani të mos zhvillojë armë bërthamore, një akuzë që Teherani vazhdon ta mohojë. Nëse marrëveshja finalizohet, ajo mund të shënojë një kthes të rëndësishme në krizën që ka tronditur lindjen e mesme dhe tregjet globale të energjisë gjatë muajve të fundit.